Si që përdojtësova dhe më herët se do kemi dhe tëftuar tjerë. Kësaj radhe do kalojmë në fushën e sportit. Klubi i Mundjes Shkupi vazhdon të jetë një nga emrat më të dalluar të sportit të Mundjes në vendin tonë, duke prodhuar sportistë cilësor dhe duke përfaqësuar denjësisht Maqedoninë në arenën ndërkombëtare. Dhe sot për të mësuar më shumë rreth përgatitjeve, sfidave dhe sukseseve, këtu me mua në studio kemi trejnerin Yasin Rexhallari dhe sportistët e rinj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë mund të na thoni se si ka qenë përgatitja e klubit Shkupi për kampionatin evropian që do të mbahet tani më në Itali. Pra, përgatitjet kemi filluar shumë më herët prej në muajin janar, ku kemi pasur përgatitje para në vendin e Bullgarisë, ku kemi qëndruar atje për 10 ditë, pastaj kemi vazhduar trajnimet në klubin ton. Tash muajin e fundit kemi qenë me reprezentacionin e Maqedonisë në Radovish, ku jemi përgatitur gati për një muaj në atë kamp, ku përveç reprezentacionit ton në përgatitje ka qenë edhe reprezentacioni i Bullgarisë, ku kemi stërvitur së bashku me reprezentacionin e Bullgarisë. Kemi pasur me të vërtet përgatitje mjaft cilësore, ku mundësit tonë janë të gatshëm për javën që na vjen, që të na përfaqësojnë denjësisht në kampionatin evropian që të mbahet në Kaorle të Italisë për grup mosha deri në 15 vjet. Mund na thoni se cilët janë pritshmëritë tuaj nga kjo, të themin, kampionat që do të mbahet në Itali? Me të vërtetë konkurenca është shumë e madhe, pasi që kemi shtete që marrin pjesë në mundje, ku thash që konkurenca është shumë e madhe, ku kemi shtete si Gjorgjia, Ukraina, Ermenia dhe Azerbajxhani që sportin numër 1 në vendin e tyre e kanë në mundjen. Me të vërtetë, tani pasi që në grup moshat deri në 15 vjet, ata kanë mundësi që t'i paraqesin edhe nga 2 garues në një kategori, ku besoj që është konkurenca shumë e madhe, por garuesit e shtetit tonë edhe klubit tonë me të vërtet janë në formë shumë të mirë, ku shpresoj që të kemi medalje kësaj radhe nga kampionati evropian. Javën e kaluar në vendin tonë gjithashtu organizuar kampionati evropian dhe si e vlerësoni paraqitjen e Miraj Mustafa, si u paraqit aty? Javën e kaluar është mbajtur kampionati evropian për grup mosha deri në 17 vjet. Miraj Mustafa, edhe pse me 15 vjet, mundesi më i ri në këtë kampionat, ai e përfaqësoi shtetin tonë në mënyrë mjaft të mirë, ku arriti edhe të kor një fitore ndaj mundësit nga Polonia, edhe pse ai ishte më i vjetur në moshë, por Miraj Mustafa tregoi se me të vërtetë është një ndër talentet dhe mundesit me perspektivë të vendit tonë, ku shpresoj tani edhe të ketë pak fat në short, pasi që rundin e ditë pasi që fitoi mundësin nga Polonia, ai u deshte të takohet edhe me nënkampionin e Evropës në këtë evropian, ku shpresoj që këtë radhë në kampionatin evropian deri në 15 vjet të ketë pak fat në short dhe të na gëzojë të gjithë neve me medalje nga kampionati evropian. Patjetër, rikthehemi pak nga djemt. Miraj, mund të na thuash se si ishte paraqitja juaj, si tu do kjo pjesa e kampionatit që u mbajt këtu pikërisht në vendin tonë? Kampionati evropian që u mbajt në vendin tonë ishte shumë mirë. Kishte mundësa shumë të mirë prej shteteve tjera dhe shpresoj që këtë kampionat evropian që të mbahet në Itali të tregoj rezultat më të mirë. Shpresojmë se jo dhe të na sillim me një medalje dhe t'ju kemi përsëri në studio me medaljet tuaj. Atëherë mund të na thoni se çfarë përvojë të veçantë patët edhe ju djemt nga besoj që kanë marrë pjesë edhe në kampionate tjera. Sa ju të themi, sa ju kënaqin edhe këto garat juve? Këto garat në kënaqin neve sepse mund të tregojmë rezultat, mund të tregojmë sa kemi ushtruar, sa jemi të gatshëm dhe sa jemi të mirë në gara. Mund të na thoni se si ndiheni kur e përfaqësoni vendin e juaj në këto kampionate të mëdhaja evropiane? Ju bën që të ndiheni mirë? Po, ndihemi mirë sepse përfaqësojmë vendin tonë. Vitin tonë, edhe klubin e juaj? Po. Sa është të themi edhe treneri i rep me juve? A është rigoroz gjatë ushtrimeve?
Për të arritur sukses, duhet jetë pak më rigoros dhe duhet më shumë punë, besoj. Cili nga ju është? Miraç, ti, si të duke treneri, është rigoros për të arritur rezultat sukses? Jo. Ju ushtron shumë, kërkon punë shumë nga ju? Po. Kërkon, a? Po. Atëherë, mund të na thoni se si është gjendja aktuale e mundjes të themi në vendin tonë dhe çfarë mbështetje merrni si klub nga institucionet përkatëse? Sa ju mbështetsin të themi institucionet? Për momentin, pasi që mundja është edhe sporti më i trofeshëm i vendit tonë, për momentin federata e vendit tonë është fokusuar më shumë të grup moshat e reja, ku po i jep mundësi më shumë që të fillojmë të kthejmë mundjen ku ishte para shumë viteve, që pasi me të vërtet për disa vite ka stagnuar dhe nuk kemi arritur rezultate që janë arritur para shumë viteve. Fokusi i federatës e kaluar ka qenë që të marrin mundës të gatshëm prej vendeve ruse dhe i kanë marrë në grupe moshat të seniorëve dhe kanë marrë mundësa të gatshëm, kanë arritur disa rezultate si në kampionatin botëror dhe në kampionatin evropian, por fokusi i klubit tonë dhe i federatës për momentin është që neve mundësit t'i marrim nga qyteti jonë, nga vendi jonë, të rrisim vetë, të ushtrojmë vetë dhe të na gëzoj pastaj edhe të na gëzojnë edhe me medalje nëpër kampionatet evropiane botërore. Mund të thoni se sa rëndësi ka për klubin edhe përveç sportistët të themi të përfaqësimi në gara ndërkombëtare të këtij niveli të lartë? Me të vërtetë për një klub, pasi që ne jemi klub vetëm që 4 vite, pasi që kemi filluar çdo send prej zero, kemi hapur klubin, kemi mbledhur nxënësa të ri, i kemi ushtruar për 4 vite dhe për kaq shpejt kohë që 3 mundës nga klubi jonë të marrin pjesë në një kampionat evropian me reprezentacionin e Maqedonisë, me të vërtetë kjo është një arritje shumë e madhe për klubin tonë, pasi që për kaq shumë shpejt kohë këto jo vetëm se kanë marrë pjesë në për kampionat evropiane, por edhe e kanë treguar veten edhe në për gara ndërkombëtare, edhe në për turnet, si edhe në kampionatin shtetëror ku u shpallëm kampion deri në grup moshat 15 vjeçare. Klubi jonë po shkon drejt hapave të mira, ku shpresoj edhe prej Italisë që të na kthejnë me medalje dhe të na gëzojnë të gjithë. Domethënë ju e cekët që jeni një klub i ri dhe keni arritur goxha sukses për një kohë kaq shumë të themi të shkurt. Mund të na thoni se cila është receta e suksesit? Recepta mund të them që disiplina në klubin tonë, atmosfera e krijuar nga stafi, nga trajnerët, si dhe mentaliteti fitues, karakteri që e kanë fituar prej në moshën më të vegjël, pasi kanë marrë pjesë në përgara shumë të mëdha, edhe pse kanë qenë mjaft të vegjël në moshë, ne ju kemi dhënë shumë hapësirë kësaj gjeneratës që kanë marrë pjesë në përgara shumë jashtë vendit dhe me të vërtetë kanë fituar një eksperiencë mjaft të madhe dhe besoj që kjo është ajo që i veçon. E veçon klubin tuaj. A mund na tregoni më shumë për punën tuaj si trajner dhe si motivoni të rinjtë në këtë sport? Pra si trajner mund të them që është një sport pak më i vështirë nga sportet tjera, për t'i motivuar me të vërtetë është pak më e vështirë, por është pak më e vështirë që t'i motivosh, pasi që sporti i mundjes kërkon pak më shumë punë, nuk është sikur sportet e tjera kolektive që janë futbolli ose basketbolli, pasi që është më e vështirë, pasi që gjithë barën e ka garuesin, nëse fiton do gëzohet, nëse humb atëherë dëshpërimin dhe jese gjithë bara ndër një garues, kurse në sportet kolektive është shumë e vështirë që t'i motivojsh edhe ta kthesh, por besoj që me trajnerin tjetër Bunjamin Ebibi që vazhdojmë që çdo ditë na vinë mundësa të ri, i përgatisim, i ju japim mundësi që të marrin medalje, që të fitojnë, dhe ajo i motivon më shumë që të punojnë më shumë dhe të arrijnë edhe rezultate më të mëdha. Patjetër. Djeva, mund të më thoni se cila është pjesa më e vështirë dhe më e bukur e këtij sporti, secilit më jep përgjigje nga një nga ju. Fillojmë nga Pjesa më e vështirë e kësaj sportit është sepse
Duhet të jemi të afshëm në trening, të jemi të disciplinum, të jemi të rregull, Ta dëgjoni trejnerin. Ta dëgjojmë trejnerin e tjerë. Pjesa më e bukur është kur bëjmë të gjitha çto vështirësitë. Pjesa më e bukur është kur mrim në medaljen apo kur fitojmë në për kampionatet evropiane, ballkanike apo e tjerë. Dhe kjo ju motivon mandej për të ushtruar më shumë, për të vazhduar më shumë me punën tuaj për të vërë? Po, gjithashtu. Për juve, cila është pjesa më e bukur dhe më e vështirë e këtij sporti? Pjesa më e vështirë për mua është gjatë treningeve që sakrifikojmë shumë për të arritur diçka. Dhe pjesa më e bukur është kur fitojmë në kampionatet evropiane, ballkanike ose kampionatin shtetëror. Patjetër, për juve njëjtë? Pjesa më e rëndë është kur duhet me kanë të disciplinum, duhet me ngu trenerin, duhet me kanë të rregull në trening. A pjesa më e bukur që është kur bëjmë sukses të mirë. Do pyesim trenerin, cili prej këtyre treve janë më të dëgjueshëm? Që të tre janë të dëgjueshëm. Të tre, pasi që jeni këtu me trenerin, domethënë. Dalloj, por besoj që do kisha thonë që pjesa më e vështirë nuk e cekën asnjëri, është kur zbresin nga kilogramët, pasi që Zaimi tani në kampionat evropian do garon deri në 38 kg. Ai do zbret edhe 2 kg nga trupi duhet të mbajnë dieta të posaçme. Ajo është pjesa më e vështirë në sportin ton, ku duhet të jetë i saktë në peshimin zyrtar, pasi që nëse nuk do jetë i saktë, ata nuk do lejojnë që të merr pjesë në këtë garë. Në këtë garë do të merr pjesë vetëm Zeimi apo? Jo, që të tre do marrin pjesë në për kategori të ndryshme. Zaimi do përfaqëson Maqedoninë në kategorinë deri në 38 kg. Miraj Mustafa do karon deri në kategorinë 48 kg, si dhe Abdulaziz Azizi do karon deri në kategorinë 52 kg. Do të thonë, një ndër kushtet mund të themi që janë kilogramat që duhen të jenë fiks në atë kategori që garojnë? Po. Duhet të jenë fiks minus 52 kg, për ndryshe nuk e lejojnë që të garon ato. Të flasim pak për klubin e juaj. Ju e cekët edhe në fillim që 4 vite është ky klub këtu. Sa ka ndryshuar brenda 4 vite? Sa ka ecur para, të themi? Po, me të vërtet, para 4 viteve neve kur kemi filluar, ideja ka qenë vetëm se ti thrasim fëmijët, ti largojmë nga rruga, që të miren me sport. Nuk kemi pasur ndoshta edhe atë dyshekun që është i mosdoshëm për një klub që mundësi të ushtrojnë aty. Nuk kemi pasur kushte as elementare. Në fillim kemi vazhduar në përmaljen e Gazibavës, i kemi mbledhur fëmijët, kanë bërë servitje. Me kalimin e kohës, tu i motivuar garuesit, kemi marrë pjesë në për gara republikane, në për turnet vendor, kur kanë filluar fëmijët të tregojnë vetin, pastaj kushtet vetëm se kanë arritur të përmirësohen, edhe tash neve jo vetëm se kemi një dyshek, por kemi 2 dyshek që ushtrojnë garuesit tonë. Salla me të vërtetë është e mbushur me garues të ri, për çdo ditë vetëm se shtohen. Për 4 vite këta garues kanë marrë pjesë në për kampionate evropiane, në për kampionate ballkanike, në për turne ndërkombëtar që ishin vit para muajin e kaluar në Paris, ku arritën prej 6 garuesve të marrin 5 medalje, 2 garues arritën të shpallën edhe kampion. Gjithashtu në Poloni kanë marrë pjesë në turne, ku edhe prej atje janë kthyer 2 kampion. Në Slovaki gjithashtu muajin e kaluar kemi marrë pjesë me reprezentacionin e Maqedonisë, ku Abdulaziz Azizi deri në kategorinë 52 kg në Greqi, një ndër turnet më të forta evropiane që është në kalendarin e Federatës Ndërkombëtare të Mundjes, ku u shpall edhe kampion, ku ishte testi i fundit para kampionatit evropian, ku besoj që si klub kemi arritur mjaft për kaq kohë të shkurtur, ku shpresojmë që të vazhdojmë në këtë ritëm dhe të vazhdojmë edhe pak më shumë, që t'ja kthejmë namin Mundjes ku ishte para disa viteve, që tani të fillojmë të marrim medalje edhe nga kampionatet evropiane botërore.
Mund të na thoni ju e cekat në fillim që do të thonë që interesimi i fëmijëve për këtë lloj të sportit është i madh. Sa është numri i sportistëve të themi aktualisht të stërvitën në klubin tuaj? Keni një numër, një shifër? Te klubi jonë janë parafarsisht dikon 50 mundës të ri që vinë për çdo ditë në stërvitje dhe janë të motivuar, ku ka disa që ende nuk kanë marrë pjesë në përgara, se pasi që janë me të vërtet të vegjël në moshë, për një vit, dy të ju jepet shanse edhe ative. Edhe atyre. A ka ndonjë bashkëpunim me shkolla apo institucione për të afruar të rinjt në këtë sport? Po, gjithë këto mundësi janë prej shkollës Kongresi Manastirit, ku jam unë edhe arsimtar në atë shkollë. Dhe me thonë, kur kanë marrë pjesë njëherë me një kampionat në Slovaki, 3 garues kanë qenë të njëjtës klasë, që të 3 janë plasuar në finale. Dhe me të vërtet ka qenë diçka e madhe, atje kur ata pyetshin ato trajnerët, pasi ato mendojshin që ne I kemi marrë prej një repsacioni, njëri garues prej Shkupi, prej Tetove, kur ju tregum se të 3 janë njëjtës klasë, me të vërtet ishte diçka e madhe. Dhe kjo për juve do thotë edhe kënaqësi gjithashtu. Kjo është një kënaqësi, pasi që për një shkollë të dalin me të vërtet për kaq shumë shpejt kohë shumë garues, me të vërtet është edhe krenari. Mund të na thoni se cilët janë sfidat kryesore me të cilat përballet të themi klubi sot, si për shembull mungesa e mbështetjes financiare, kushteve për stërvitje, si dhe interesimit të rinjave? Sa keni mbështetje? Mbështetje, do kisha dashur të falenderoj të gjitha të donatorët, me të vërtetë që gjithmonë na kanë dalë në ndihmë, pasi që në fillim nga institucionet nuk kemi pasur asnjë mbështetje nga asnjë institucion, pasi që me të vërtetë kemi pasur udhëtime, kemi pasur turne shumë, pasi që u ka dashur të udhtojmë edhe me vetëm biletat që kanë kushtuar të fluturimit, me të vërtetë kushtojnë shumë, po do kisha dashur t'i falenderoj të gjithë ata që ja kanë shtri dorën e ndihmës klubit tonë, pasi që pa ndihmën e ative, neve nuk do kishmi mundur të jemi tash ku jemi këtu. Pa ndihmën e gjithë ative që kanë kontribuar të klubi jonë, nuk besoj që do ishmi këtu tani ku jemi kampion të shtetit, deri në grup moshën 15 vjeçare, me një diferencë mjaft të madhe të pikë nga ekipa e dytë. Përej çdo gare që jemi kthyer nga turnet ndërkombëtare, minimum klubi jonë është kthyer me 2 medalje të arta. Me të vërtetë këto janë disa rezultate ku pa ndihmën e gjithë ative donatorëve privat, do kisha dashur të them, nuk do ishmi këtu. Pikërisht, çfarë synimësh ka klubi për të ardhmen, të themi, ka plane për rritje, pjesëmarrje në më shumë gara, por apo edhe të zgjerimit, të themi, të stafit dhe sportistëve? Synimet janë të qarta për gjithë këto garues, synimet janë që prej kampionateve evropiane, kampionateve botërore, lojrave olimpike, klubi jonë të kthehet në ato rezultate ku I kanë arritur dy legjendat e sportit të mundjes, Shaban Tërstena dhe Shaban Sejdio, ku kanë arritur të marrin medalje prej lojrave olimpike. Synimi I klubit tonë është I njëjtë, vetëm se tani është pak më e vështirë, pasi që konkurenca është shumë e madhe, ku shpresoj që me përgatitje më të mirë, me mbështetjen e institucioneve, që të arrim të mundsojmë këtive garuesve përgatitje më cilësore në për vendet e jashtme, sikur që janë fuqi botërore në mundje, t'i dërgojmë atje, stërvitjen atje, të kenë më shumë sparring partner dhe shpresoj që edhe këto mundsa një ditë të arrijnë disa rezultate nga ato. Shpresoj, pse jo. Dhe një pyetje për djemat, cila është ëndra juaj si sportist, ku dëshironi në të ardhmen të arrini, dëshironi sa më lart të shoni veten? Ëndra jonë është të jemi kampion olimpik, të marrim medalje në olimpiadë dhe të jemi të suksesshëm në karrierën tonë të mundjes. Patjetër, për juve? Njëjtë është edhe për mua, që ëndra ime është arri medalje në kampionatin olimpik. Olimpik. Ndërsa? Ëndra ime është të bëhem I pari në kampionatin olimpik dhe në Evropë që të marrë tani në Itali. Patjetër, vetëm t'ju shohim me medalje, sa keni edhe mbështetjen e prindërve në këtë sport? Sa ju mbështesin juve? Gjithashtu në mbështetin mirë. Ju përkrahin që të vazhdoni më tutje?
Na përkrojnë që të vazhdojnë më të tjena, japin motiv dhe na përkrojnë shumë. Shumë mirë. Ju mbështesin edhe juve prindërve, shokëve, shokët, kur ju shojnë që keni marrë medalje, vende, ju urojnë për këtë pjesë? Po. Atëherë, si është bashkëpunimi mes prindërve, fëmijëve dhe juve si trener? Sa kam bashkëpunim? Po është bashkëpunim shumë i mirë. Që duhet një trekënd që duhet funksionuar gjithsesi. Pasi që funksionon shumë mirë, besoj që pasi që funksionon shumë mirë, edhe rezultatet janë të mira. Mendoj që deri tash janë mirë, po shpresoj që në të ardhmen me të vërtet duhet që të funksionojë shumë mirë trekëndshi që të arrijmë edhe rezultate më të mëdha. Mund të thoni për gjithë ata fëmijët që kanë dëshirë të jenë pjesë e këtij lloji sportit, po kanë ndoshta edhe hamendje. Cili do të ishte mesazhi juaj? Mesazhi im është që jo vetëm në sport, po çfarë do lloj sporti që fëmijët të mirën me sport, mos të jesin në rrugëve, te çdo kush që është interesuar për sportin e mundjes, sporti i mundjes në vendin tonë është free, mund të them, është pa pagesë, janë të mirëseardhur çdo kush prej moshës 6 vjeçare, edhe më të mëdhej, ne të vinë, të aprovojnë vetin, do të ndihen me të vërtetë krenar nesër kur të marrin ndonjë medalje, kur do marrin pjesë në për gjithë botën, në për turne, në për gara, me të vërtetë jo vetëm ato, po edhe familjet e tyre do ndihen krenar me fëmijët e tyre. Patjetër. Dhe duhet të përmbushën ndonjë kriter që të jenë pjesë e këtij lloji sportit, fëmijët në të ardhmen? Apo thjesht gjithë ata fëmijët të cilët kanë dëshirë? Çdo fëmijë që ka dëshirë vetëm të mirët me sport, mundet të vjen atje dhe të regjistrohet dhe punën tjetër është punë e trajnerëve. Dhe në fund një mesazh pasi që edhe një javë ju pret kampionati evropian që do të mbahet në Itali. Çfarë prisni nga ai kampionat? Fitoren e prisni? Fitoren po shpresoj me të vërtet që nëse kemi pak fat në short, unë besoj që do kthehemi edhe me medalje. Edhe me medalje. Atëherë mua nuk më ngelet gjë tjetër veç se t'ju uroj suksese dhe fitore dhe shpresojmë që të ktheheni me medalje dhe gjithmonë ju prifte mbara në punën ju që bëni. Faleminderit edhe nga ana juve që gjithmonë i keni dalë në përkrahje klubit tonë që i shpalosni rezultatet e tona. Faleminderit. Ju faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për ditën e sotshme që kishim përgatitur, duke filluar me musafirët tanë special që kishin në pjesën e parë, me Altina Sulejmanin, me kryeredaktorën e revistës studentore Përtej, si dhe me klubin e mundjes së Shkupit që këta djemë do na përfaqësojnë javën e ardhshme në Itali dhe shpresojnë që të kthehen me medalje dhe me fitore. Mirëmbëçi deri ditën e nesërme. Të fillojmë edhe nesër në të njëjtën orar nga ora 8 deri në ora 10.